Për sa I takon ides, ideja është e kujtimit. Kur sfida kthehet në mision, lindin histori që frymëzojnë. Kujtim Zendeli, së bashku me gazetarin Resul Sinani, realizoi një ndër sfidat më të jashtëzakonshme alpine. 15 maja të larta në 15 shtete europiane për vetëm 35 ditë. Nga Dufourspitze në Zvicër te Grossglockner në Austri e deri te majat më të larta të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, Polonisë, Slovakisë, Gjermanisë, Italisë, Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, Malit të Zi, Shqipërisë e Maqedonisë dhe përfundimisht në Gjeravic, maja më e lartë e Kosovës. Të gjitha këto ngjitje u realizuan pa ndërprerje në mënyrë intenzive, duke thyer kufijtë e lodhjes dhe duke respektuar disiplinën alpine më të lartë. Gjatë këtij viti, kujtimi gjithashtu realizoi edhe sfidën e Azerbajxhanit, duke përshkuar mbi 1300 kilometra me biçikletë dhe duke e kurorzuar udhëtimin me gjitjen në Bazaduzu, maja më e lartë e vendit. Ai ka eksploruar gjithashtu jugun e Shqipërisë me biçikletë, si edhe ka qenë aktiv gjatë gjithë vitit në Alpet Zviceriane, Liechtenstein dhe në majat e Maqedonisë. Për guximin, qëndrueshmërinë dhe përfaqësimin e denjtë të sportit, në kategorinë ambasadorët e sportit, Shoqata Votra e nderon me çmimin e promovimit sportiv.